tregoni kur jeni gati. Danas obeležavamo život i sećanje na Olivera Ivanovića na dan njegove smrti. Jam vrarë 10 shqiptarë civil të pafajshëm, 4 saj ka qenë edhe nëna ime. Jam pak edhe pjesën e emocionuar sa i përket kësaj teme kur bisedoj. Janë plagosur 25 dhe janë dëbuar rreth 12.000 qytetarë shqiptarë të pjesës veriore. Moje misli i saučešće su sa njegovom porodicom i prijateljima. Vrasjet janë bërë pa dallim gjinie, pa dallim moshe, mënyrën më barbare, me bomba, me armë të ftofta dhe me gjithçka që kanë mujtë ata. Oliver Ivanović je bio osoba koji je bio posvećen borbi za interesa svoje zajednice i grada. Ne e pam të rrugës që në kujtim të tyre të shpalosëm këtë pllak për shkak se duhet të jetë pa harruar sakrifica dhe gjaku i derdhur i qytetarëve shqiptarë. Želim da sećanje na njega živi, sećanje kao na čoveka koji je radio za održivu budućnost i multietničko Kosovo. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato 2 net të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptarë dhe ishin rikthyer në shtëpit, banesat dhe pronat e tyre. Fatkeqësia është se edhe pas rastit, pas 26 viteve, ende nuk ka drejtësi sa i përket viktimave të asaj nate. Edhe pse dihet shumë mirë kush ka qenë në krye, si me Oliver Ivanovićin, Deli Bashići e tjerë. Pre 5 godina Oliver Ivanović je ubijen na ulicama Mitrovice. Potrebna nam je posvećenost svih relevantnih institucija da pronađu i osude odgovorne za njegovo ubistvo. Dëshirojmë që të kemi edhe një mesazh të përqojmë për gjithë gjeneratat që vinë, që liria e Kosovës, po edhe pjesa e normalitetit në veri, fatkeqësisht edhe pas çlirimit të Kosovës, është dashur që të derdhet gjak nga qytetarë civil të pafajshëm, pambrojtur, duke përfshi edhe pleq, edhe fëmijë. Oliverov atentat je uticao na celo društvo. Ovaj zločin je ubio ne samo Olivera Ivanovića, već i politički pluralizam među Srbima.